Progreja e posaçme ka kërkuar rikthimin në burg të ish kryebashkiaku të Himarës Jorgo Goro, pasi apeli i gjykatës së posaçme konfirmoi dënimin e ish zyrtarit me 2 vite burg për tjetërsim pronash. Spak thotë se Jorgo Goro nga llogaritjet i kanë mbetur për të bërë edhe 6 muaj dhe 10 ditë burg, ndërkohë rezultojnë se ai u lirua me datën 29 gusht të vitit 2025. Urdhri ka kaluar policisë shtetit, por deri në këto momente nuk është ekzekutuar, ndërsa ish kryebashkiaku përmes avokatëve i është drejtuar gjykatës për revokim të vendimit. Me datën 25 mars të këtij viti, gjykata e apelit la në fuqi dënimin me 2 vite burg për Jorgo Goron lidhur me dosjen e tjetërsimit të pronave në zonën Livadhes. Shkalla e parë gjeti fajtor dhe dënoi me 2 vite për shpërdorim të tyre të kryer më shumë se një herë në bashkëpunim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i ul në 1 vit e 4 muaj heqje lirie. Çështjen ai apeloi dhe gjithashtu Goro u dënuar me 5 vite ndalim për të mbajtur funksione publike. Ish kryetari i Bashkisë së Himarës u kallëzua nga Fredi Beleri me pretendimin se i ka dhuruar në vitin 2016 pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë, Arçile Bollano, 4263 metra sipërfaqe toke. Jorgo fillimisht u arrestuar për një çështje tjetër si pjesë e skemit të tjetërsimi pronash në Bregdet nëpërmjet dokumentave të falsifikuara përmes miratimit të kalimit të një toke shtet në pronësi fundor të Artan Gaçit, bashkëshorti i deputetës Olta Xhaçka, i shpallur investitor strategjik nga qeveria Rama. Për këtë çështje, Goro u deklarua fetor dhe u dënua me 13 mars me 2 vjet e 20 ditë burg.